Atëre, Sokol, ndryshimet në kodin e ri penal, unë kam vënë këtë titull, pas ti kisha vendosur të vjen titull tjetër për makinat luksoze dhe për pronat e krimit, pse nuk i blejnë? Do t'i shpjegoj me 2 fjalë, sepse janë folur për shumë për ndryshimet në kodin penal, ishin ndryshimet e duhura. Edhe për atë që kanë thënë për parkimin dysh, gjoja, është gjëja që ngritën të gjithë, ajo është specifike. Në Karaxhat, kur ti ke penguar zjarfiksen, ambulancën, policin dhe shërbimet e institucioneve tjera, që mund të thotë drejtorinë e burgjeve, prap një makinë të burgosurish e tjerë. Tani, pse të gjithë shqetësohen kur ambulanca vjen me vonesë? Pse të gjithë shqetësohen kur zjarfiksja vjen me vonesë? Pse të gjithë shqetësohen kur policia vjen me vonesë? Dhe na u shqetësokan që do marrin një burgim nëse ti ke penguar në Karaxhat ku ke parkuar dysh. Ti ke penguar se kuptojnë kori Karaxhat? Korsit. Kur ti ke penguar një ambulancë që po çon një cëmur rënd dhe ai vdes në ambulancë, pse? Se ke ti një takime dashnore në atje dhe po pi kafe? Jo, nuk mund të jetë kështu. Pa provoje ti parkim dysh në Gjermani, nuk gjen më jo makinën, patentën, po nuk di më as ku je vet. Po ti Gjermani më as në Beograd. As në Beograd. Se janë mësuar kështu, edhe na dolën, edhe i hodhën. Jo parkim dysh burg, jo më jo. Burgu është, në burg shkon, nëse në parkimin dysh ti vonove zjarfiksen, ti vonove ambulancën, ti vonove makinë e policisë, ti vonove makinën e të burgosurit dhe i burgosuri u aratis. Në këto raste ti bën burg, në rastet e tjera ti merr një gjobë siç ka qenë ligji. Edhe pse mos ishte kjo? Edhe dhan një ide që po parkove dysh burg. Pse i quan parkim dysh, sepse ambulanca nuk lejon parkimin dysh. Ajo ambulanca është tek korsia e ambulancës. Në kalimin tënd, po nëse ti vendos dysh në për këtë dhe e ke penguar, mund të ndodhi që në korsi ti nuk është thjesht parkove ti ku e di unë afër qendrës ku jemi ne. Dakord jemi, dhe ka të përcaktuar. Pastaj bën burg apo jo e përcakton prokurori. Se unë sot pash kishin dalë për rrjete, makina që po ngriheshin. Po e mirnin. Pa këta, çdo ligj këtu merret qesharak. Dhe ligji më i rëndësishëm që kaloi në kodin e ri penal është që deri tani, trafikantët e drogës dënoheshin njësoj si për 1 kile dhe për 1 ton. Pse hoqë në titullin Ledio? Tani kemi një ndryshim shumë të madh. Tani do bësh burg sipas sasisë së drogës që kapet. Nuk është njësoj unë me 1 kile dhe ti me 1 ton. Qartë. Dhe mbaroj. Dhe ndryshimi që është më i madh është sepse atë që nuk shohin, por ngelëm duke parë vetëm lart e poshtë. Titullin Ledio, ne iku titull nga ekrani plak. Emisione, pedofilia. Flas tjetrin atëre. Pedofilia në mënyrë të çuditshme. Po çfarë bëjmë? Ka problem titulli thotë. Është rritur ndjeshëm në Shqipëri. Dhe u ndryshu në kod. U bë burgu 3 fish. Nuk u hoq ligji për prostitucionin. Dhe ne vazhdojmë të mbetemi. Ti thua është gjë e mirë kjo apo gjë e keqe? Duhet ta heqim. Duhet ta heqim? E di pse. Që kriminalizon, që vazhdon të quaj krim. E di çfarë po ndodh në Shqipëri. Po është dhe për atë që shkon te prostituta, është dhe për klientin. Për dhunimi i minorenëve, për dhunimi i personave me aftësi të kufizuar, me ata me probleme mendore. Si më i përdorojnë dhe ata? Pafundi kanë lënë të gjithë me fëmijë. Mos seriozisht e ke? Po si unë nuk çedoj në informacion. Ajo është gjëja më e tmerrshme që po ndodh. Përdorojnë handikapatët më? Po. Seriozisht e ke? I kanë lënë me fëmijë. Si? Janë raste në rritje. Po. Njerëz me probleme mendore i kanë përdhunuar. Seriozisht? Dhe i kanë lënë me fëmijë. Dhe kur merret vesh? Kur i kanë lënë me fëmijë është marrë vesh. Se përdhunimi i tyre ka ndodhur në mënyrë sistematike. Dhe nëse ti ligjeron prostitucionin, këta lloj kafshësh që duhet bëjnë nga 30 vjet burg, këta do shfryen atje thua ti. Dhe ti e lë, po çdo që shkon në proporcion. Kam qenë në një rast, në një proces të tillë. E di si thaj, unë kam shkuar me këtë. Vajza ishte me probleme mendore, në një fshat. Kishte shkuar gjithë fshatin. Në fshatra Vietnami plak. Po, kishte shkuar gjithë fshatin. Pervers të pa në fshatra ai. Ai pranoi që kishte shkuar, por nuk pranonte atësinë, sepse thoshte bëj ADN-n. Me këtë ka shkuar gjithë fshati. E kupton sa të mërshme të ndodhi në një proces gjyqësor dhe ti e lë prostitucionin në... Po këta janë lloj kafshë. E la krim pra prostitucion. Po jepi. Cila do ishte alternativa? Ta legalizonte? Ta legalizonte më si kudo.
Jo, ka vende akoma në Europë që nuk e kanë legalizuar. Jo, vetëm Italia e cila e lejon, po për shkak të... Edhe Franca nuk e ka legalizuar. Jo. Franca ç'a thot? Franca e ka të legalizuar. Gjermania po. Jo, gjitha. Hollanda po. Janë ca vende po. Jo. Franca ç'a ka? E di që prostitutat në Francë ju drejtuan Strasburgut. E di. Ishte edhe një shqiptare. Po e di pse? Pas ato kanë sindikata po. Po, sindikat. Sepse nëse ti shkon me një prostitut e cila është në trotuar, pra mashkulli shkon, ai dënohet me gjob. Ai, pra klienti. Po, klienti. Dhe ato ju drejtuan Strasburgut. Po na humbin klientët. Nuk vinë. Po shumë mirë. Mirë, por ata kanë shtëpi publike dhe shkojnë atje, nuk shkojnë në rrugë. Pra është një gjë që në rrugë, kanë të dyja. Po në rrugë ty të quhet e jashtëligjshme. Pra kjo nuk paguan taksa shtetit francez. Është çështje ekonomie. Paguan të zezë. Po, është çështje ekonomie. Mirë po. I lën ndërkohë, pra nuk e kanë, po i lën të punojnë sigurisht. Po në Shqipëri ç'a ndodh? I arrestojnë të gjitha. Mirë po ka një problem. Po ku po i arrestojnë? Po në Shqipëri janë akoma të fshehura. 200. Nuk është se ke në rrugë, nuk është se i gjen në rrugë. Shqipëria arreston 200 prostituta të huaja në vit. Seriozisht e ke? Po. Zakonisht të Amerikës Latine. Rasti që më ka çuditur është një arrestim i para 2-3 muajve nga komisariati numër 3 në Tiranë, kapi i çift Brazili. I grua dhe një djalë nga Brazili. Djali kishte ushtronin prostitucion në Shqipëri. Djali kishte më shumë punë se ajo. Se ka një gjë. A shkonin dhe femrat? Kishte klientë femra djali? Shkonin dhe femrat dhe meshkujt. Ah, dakor. Ah, se ishte tip këshuaj, ishte bi. Ishte në... Tip dhe zhigolo dhe këshu. Tani, problemi më i madh është që edhe du të shpëtojnë dhe nga vetja, se shkojnë në njëherë dhe këta vetë, që i krijojnë këto. Se polici, kur ja merë telefonin prostitutës, i shef të gjitha numrat në telefon. Se kush janë. Për kuriozitet. Arresojnë 280 prostitutat, po të huaja? Apërsisht huaja. Jo shqiptare. Pak shqiptare. Do një që ka bërë në një emision investigativ nga këto në Shqipëri, kur ka bërë në njërë, është i detyruar që ta arrestojnë në një shqiptare. Po shqiptarët nuk kam më. U ka rënë, sa kanë ardhur këto të Amerikës Latine, nuk kanë më punë shqiptarët. Dhe i kanë po xheloze, janë gjitha në. Janë vete? Po jo, se ka eskorta shqiptare sa duash o kur? Ato nuk janë, ato janë dashnore të fortisht, nuk janë eskorta. Eskorta janë o plak tani të futesh i gjenë internet o kur? Jo, gjitha janë të Amerikës Latine, pjesa më e madhe. Unë shumë që ka dhe shqiptare, po të ish atje ke? Shumë rrallë, nuk ka. Gjithë preferojnë Latinet. Ose nga Ukrajina vinë shumë? Jo më, Venezuela, jashtëzakonisht. Venezuela, Kolumbi, çuditërisht ka edhe nga Azia, Vietnam. Unë shoh nga Afrika. Ka pak, po kërkesat janë më shumë për të Amerikës Latine. Se këto të Afrika, këto që janë të zeta dhe mamë, nuk i duan. Ishte një që ishte dikush, një prej tyre ishte nga Venezuela, ajo ishte më e shtrenjta në Shqipëri dhe gjithë zinin radhën për atë. Sa kishte orën? Jo, ajo ishte nuk pranonte me orë, ishte me full option ajo, kishte ardhur nga Dubai. Po. Ishte mbi 2000 në mbrëmje. Një mbrëmje 2000? Bashkë me natën? Po, mbrëmje bashkë me natën, po të kishe fuqi mund. Si ishte da që shtrenjtë, po të mendova se të kishte një shpim tjetër. Po Shqipëri jemi kush? Po Shqipëri. Dhe disi i kupton ku janë lekët. Edhe në Shqipëri pa, Shiko, në këto momente që flasim, në këto momente, ka 50 prostitutat huaja në Shkodër. 50? 30 në Elbasan. 200 në Durrës. Kanë marrë apartamente? Po, 1000 në Tiranë. Dhe këtu kupton ku ka. Po pse nuk ka asnjë në Gjirokastër, për shembull? S'ka asnjë. Ka një tek në Belç. Po në Gjirokastër s'ka se të janë kurnazë, por se hedhin lek. Gjirokastër të hedhin lek dhe prostituta thua ti. Po s'ka asë në Korçë. Po edhe ata, Korçarët janë më kurnazë akoma se Gjirokastritët, mos e haro. Por ka në Vlorë shumë. Ka në Imar, kanë Taranë, kanë Shkodër, kanë Durrës, kanë Tiranë. Këto janë vendet ku. Afër detit me llaf. Afër detit. Po çuditërisht ka edhe një në Belç. Se si duket, i ka fut gjithë në sherr atje në Belç. Pra, ti thua fatkeqësi gjuna duhet legalizuar prostituta. Jo, duhet kaluaj. Por ajo që ishte e rëndësishme. Zënat e 1000 vjet në botë, vazhdon të jetë kriminalizuar, vazhdon. Tani kriminalizohet se para s'ka qenë. I shfryn njerëzit. Është popullsi, domethënë, pse Shqipëria. Jemi dakord, Se Shqipëria nuk arrin, nuk ka patur kur një revolucion seksual i cili do ta ndihmonte jashtëzakonisht. Sot të gjithë rrinë, shohin, të gjithë kanë
ku di unë, në gjithë shkojnë me prostituta, edhe të gjithë thonë, shiky, shkojnë me atë. Do më ky është një vënd çuditërash, është vëndi kur kanë arritur dhe gjëja më serioze që rritet ndjeshëm, numri atyre që përdhunojnë vajzat të cilat lihen të lira dhe janë me probleme mendore, mendo se çfarë ka arritur shoqëria në këto momente. Përdhunimi minoreneve mbi të gjitha ka qenë një rast shumë shqetësues. Një shoku im nga Gjirokastra po më pyet, meneçi numrin kolit të kësaj Gjirokastra të kësaj. Ja, çoj sajtin në... Një ka vetëm Gjirokastra? Jo, nuk ka Gjirokastra. Nuk ka, thash. Kishte që ka një më duket. Një Belçi. A, Belshi. Belshi. Që ka kuptuar se ka thënë Gjirokastra. Jo, i thuaj nuk vjen. A, çfarë perle. Një në Belç. Ajo më ka bëjë gjithmonë çudi që... Jo, nuk shkonkin nga Gjirokastra në Belsh, se gjeto leko, plak. Se kishte atje. Po, ti e ke afër kënë Sarandi, thuj, sa duash mund të ndihmoj. Koston dhe Saranda. Sa kushton? Është karburanti. Po nga Gjirokastra është Koli tjetër kodi penal, dha, përveç tyre. Kishte një ndryshim... Por e kanë fut duart e smaku këta, apo jo, të drejtësia e re? Jo, është përvjetora. Jo, këto ishin detyrime nga Bashkimi Evropian. Dakord. Po te këto... Se dëgjova këtë komisionit Xhafaj 2 që ka kërkuar të monitorojë smakun. Se smakun. në vjetor nuk e di. Atë që kaluan tjetër, absolutisht që hoqën shpifjen për gazetarët. Nuk është më krim. Që e mirë kjo, apo... Dhe më e rëndësishmja është që për herë të parë ndryshoi ai nen i cili nuk ka shkuar kur njeri në burg, zaptuesit e tokës shtetërore. Zëti tokën e shtetit. Po? Deri tani quaj zaptim. Mirë po nuk kuptoj në... Qartë. Tani ty fishohet burgu, bëhet me burg. Vjen dikush, edhe zë tokën e shtetit, dhe nuk krijon njeri problem, po gjyqësori në këtë vend është i gjithë i korruptuar, po prokurorët nuk bëjnë asgjë, zë dhe tokën private, nuk ta ka marrë ty, nuk ja ka marrë atij tjetrit, ç'pun ke ti është e shtetit, nuk vjen njeri, zero njeri që mban përgjegjësi. Sot zaptimi neni 200, unë shpresoj shumë që kjo është neni i vetëm ku prokurorët dhe gjykatësit në këtë vend nuk duhet tolerojnë. Cila është zhvillimi më i madh i shoqërisë? Po si do të tolerojnë ata deri tani i kanë toleruar. Cili zhvillimi më i madh i shoqërisë? Jepi dhe një tjetrit të drejtën e pronës. Mos ja vidh tokën shtetit, mos ja vidh pronën individit. Ktu fillon shoqëria të quhet në një zhvillim të saj demokratik. Këtu jemi dakord, valla. Këtu jemi totalisht dakord. Se ne mirë na ndodhi, erdhën të gjithë zun tokë xanun. E kaluam këtë. I paguam shumë kohë më vonë të gjitha aparat atyre që morën tokë xanun e sot kanë gjithë makina luksoze. Pjesa tjetër e cila nuk zuri kur tokë, vazhdon paguan kredin me vite për një shtëpi të qelbur 60 metra katror. Dhe po normale, por tani ti e vazhdon se ti thu në logjik, ky e zuni ja ku e ka vilën 3 kaçe. Ta pagoj ca lek në legalizim më vonë, ta bëj dhe unë. Jo, tani e ke me burg dhe tokat kthehet. Vetëm se çudish ky vend që tani bën këtë gjë që thua ti, dënon me burg pra. Njeriu që zë tokën shtetit, ndërkohë që këtu është shteti tani që po ju merr me ligj tokat privatit, valla. Besoj e ke para apo jo? Ke para se ç'a po ndodh në momente. Në Himarët gjitha këto. Tani ajo e Himarës. Vetëm në Himar, jo vetëm në Himar, nuk është vetëm në Himar, ëh. Jo, ka dy Invest Himara. 2 vende që Kastile shteti i ka lënë në këtë lloj forme. Nuk e di për çfarë arsye Kuksin dhe Himarën. Vetëm aty ti nuk hipotekon dot asgjë. Jo, se ti ke në Tiranë që nuk e hipotekon dot pafund. S'ka lidhje fare, është në gjithë Shqipërinë. Në Tiranë është ndryshimi, po që s'japin dokumente, që s'japin letra. Japin dokumenta. Po në Tiranë, jo, këto të dyja janë. Po aty janë më sensitive se aty kushton më shumë. Jo, po Kuksin se nuk e di pse. Dhe kryeministri ka kërkuar, jo, prej vitesh, kryeministri ka kërkuar edhe kryetarit të bashkisë në mbledhjet e fundit i kërkoi që ai të gjente mënyrën dhe ta dërgonte pra ta bëjnë nëse të njihet kjo ty toka të hipotekohet që të vazhdojë zhvillimi i turizmit në atë vend, sepse besoj e din që gjithë kuksianët kanë fituar shumë para në Londër e duan t'i shpenzojnë gjithë në Kukës, po nuk i shpenzojnë dot, nuk marrin dot leje, se toka është ende e shtetit. Shive fabulën e tretë, të themi 2 fjalë për këtë kori. Plasë le dio.